Valloj, unë ma shumë. Je nervozë kohë gjithë me qitë gëj. Ma bëjke, pse le të gëj, hajtë bërë mos u përra hiqë mërë se për të hajtë komen. Hup, keshke, aty besi pisha. Jo, kur s'kemi pas të keqe me ta. As me kujshi këtu, as me kushëria, kur, hiq. Kur, ja. 80 gjatë e bona dhe sujta me qitë. Jo, që pa fe qëfar rane, pa ka dënë që është i cakt. Që po të vjen marrë para gazetarëve ashtu. Me anë sujta me dhonë, një mas porita në mos që s'ka me ka le këtë dush. Po bëllë, se në tani u me posha lojt. Derisa vitet kalonin, shoqëria e tyre forcohet çdo herë më shumë. Periudhat e vështira të njërit apo tjetrit tregojnë se i kanë kaluar bashk. Mes shakave, ditët e tyre po janë të hareshme edhe në moshën e pleqërisë. Duke treguar për miqësinë e tyre që nga fëmiria, i Bushi duke ngacmuar Avdushin, kujton se pas vdekjes së gruas, ai kishte rekomanduar të martohej përsëri. Jo, e kom lutë. Jo, po, mash lutëm ka thonë disa herë, edhe kom pas mundësi në Prishtinë, kom nejë se në dëgjën, kom punu edhe në treg. Tash i ka ra pishmon që së martohej. Pasha zotin jo. Jo, brese, tasha, shuj. Që më thonë diska jo, qysh, qa me bo tani, veç me hu. Atër i zbut fjallë ti. Jo, ty i veni zbut. Fjallë. Ja, nuk jam se ti une. Pak gjokin e kam mas shtirë se ti. Po. E i Bushi tregon se ka diçka që nuk i pëlqen tek shoku i tij i zemrës. Ai thotë se nuk është i kënaqur që Avdushi shkon shumë rrallë për ta vizituar. Njojt. Dhe që unë pak ma shpesh vi, ky pak ma rrallë vjen. Pak. Se ndonë të zinja, jo një dek. Për që ta, e unë e vi shpesh, jo ty nuk mund shmorë ma shpesh, të unë se. A ditë që kur vjen ky, një muj, 2, se ka largë edhe ka të ndjerë shpi, se ka mas foltin. E unë e vi valoj, që ty veç tu kur për dhirna, ka gja për tu pas, po bijin një farë truqi që tu, po s'po më dorëve, të fash pore ati idealit. Mas e ki fjallin rej sa të dush. Jo, Allah, unë e fjallin e kam cakt, po rruje ti se shqizojnë zinja, pasha zotin. Vallaj, veç që si del ranë, mas do dhe kam njetë shumë. Do të me ngone për ponën në për qështë katë. Po ku jo, te i në brinje, po ka jo, e hrasin, ka të një amon dhek, type jo, u për vetis po mëj, ashna me konë që sojnë në drëthin të me shkoj pak, se me nej nuk mëj. E ky rrinë, vallajnë për dhek a rrinë. Po. E jo, në nërveti që i bom të dhe djetë kur rasim i shoh, asim i rri. Ja, nuk e shoj këto kur. Ja, më shoj, ja, veç. Ja, për rënë, po. Jo, që ato e ka bon shkolla, din se e ka marak atëpar punë, se vetë, a di kujton mënuat me këthy gjinën rajeve tim, së më është më mështiti me raj. Jo. Ma shkatoni shtu njëtë, kënë në për deka, në për... Shoqëria e tyre tashe një jetë, dita ditës merë freski, pavarësisht se vitet ecen. Ngacmimet që i bëjnë njëri tjetrit janë të përhershme. Përdore, komëm që valloj të ishpi. Ja kom një thy komën kaqarrele, kom një kaqarrele drunit të tekrit për gjysë. Komën tak dhe të rrinë kaqër. Po. Në regull mirë është, rënën s'ja prenoj. Ja, po se i koha kështu rënë ta mërmenja si cakta, asjo se ka cakt. Me kaq nuk përfundojnë shakat e ngacmimet mes tyre. Ata tregojnë se çfarë i thonë njëri tjetrit kur i rreshen ngacmimeve. Ka me morë në që kishtë malë, e me qitë krevet e hypë që kishtë me ndrejtu, se kështu kryllë në varë nuk shtihet. E ka zonë qatë kom thonë ti. Ja, nuk di. Ja, pa valloj, veç po dore, qërën nga motër. Ma boni qashtu, thash qërë unë qatë. Thash unë kam muqu. Lugat. E jënë do vorët i kemë që ka jënë do kurrumel që atje. Tete kurrumel, thash ka me të një ke pa shoshtri shtyve në leo. Pa, fjolla vike që ashtu. Fjolla vike.
Po, e qashtu... E pavarësisht se njëri tjetrin e kanë me këtë zemrës, nuk kufizohen asnjëherë për shoqëri të re. E kur kjo të ndodh, shoqëria bëhet e përbashkët. Valla nuk u përziky me shokësi. Edhe kur i ka bon, i ku mdesht. Ja. Këve gjithë këshis ka jesur në për të mbotit, kur? Mos, unë si heqë. Baba ma mbojke, a në mërë dyrës, a një me ka kërku këtu në për... A si u qajke, e pike një kove. Aja, shu që aja më mërëjke, dola në me një guj të një fund kombe, bërshke. Si anë s'ke të lukë ju, që sa dhe rënë. Një kushe kohë, e Allah ka një bëllë. E kur mbi supe kanë mbi 8 dekada të mbushura me ngjarje të ndryshme, Avdushi konsideron se koha e ditëve të sotme është më e vështirë për disa arsye. Që tash o zarë, më zonja që tash se kanë kaluar dhe sene shumë të këshia në orë të atrit, shumë janë habit, besa bese dhe femnat këgja shumë dhe. Për ditë po vrohen, për ditë asi shumë keq. Se nuk e gjia, aramgjia, në qurë pesha, dishka kohë, këtu një kohë shëzit, kohë lartujt, kohë me kohë. E këna pas në një plakë, ku e në kohë bashkë me këta këshërit, dhe ke verë mundi të hakrit. E këty pe izmeron në kejt e kanë, pe balaki. Se tyve kër s'ka pas... Jo, që ashtu që ajo fjora, në me fulle... Morali ku me i furë, të të herë. Krejt, jo, sot një tri që janë të e majtë fort mirë, katunin tonë, po. Katunin tonë. S'nin që boni dishkar, dirë që tjera katuna, s'pishet televizora? Jo, s'pishet. Ja, res. S'pishet ti, se unë pishet. Jo, vallaj, unë e shë se televizorin... Se di kush e ka pas në ziri, që i e kona të... Ke mordije për televizori. Po për i këshyri shka po bonë të to po bonë. Po i si mërë veshti. Krejt vallaj ma shumë se ti. Në ma? Po ty. Hani. Qa të pilon pra. Aj, hani, jo. Edhe se sot pilon që ashtu. Jo, vallaj, është e cakt, po ty s'po tanë do dusha që ashtu, po mos kujtot si se bori, po hondi. Qa ti bëjë. 80 vjet i kom bërë për mi, vallaj, kur të keqër, asja më thonë, asë më ka thonë, e për mahia jemi shekar, ja. Do, kur për rënë, për e thonë për më rënë. Jo, kjo ko zanot, se ko, që shme thonë, kitë rënën e vetë e ko shkollë. Jo, unë e ka mërzi rënën, me mujtë ty bën e shumë e sy, kur asë njeri që rënë, asë po e ka më la, ty bën, s'moj mja kështinë. Se ka mëra kë, 3 gu, 3 gu, unë ja.